Në fushën e lagjen Plug në Lushnja u përballën dy ekipet e kategorisë së parë në një sfidë të rëndësishme të kësaj të mërkure midis ekipit vendas të Lushnjës dhe ekipit mik të Burrelit. Takimi nisi me 1 minutë heshtje, pasi vetëm pak orë para ndeshjes, qyteti i Lushnjës dhe futbolli lushnjar u tronditën nga lajmi i dhimbshëm për ndarjen e parakohshme nga jeta të ish sulmuesit të njohur të Lushnjës Altin Çuko. Në pjesën e parë, takimi nisi i fortë dhe i ekuilibruar. Me kalimin e minutave, Lushnja mori më shumë iniciativë dhe u shfaq rrezikshëm para portës së Burrelit. Avantazhi për vendasit erdhi në minutën e 34 pas një vertikalizimi nga Fadil Meta. Hida e ardhur në ndihmë të sulmit dhe vijoi topin duke e çuar në rrjetën e Burrelit. 1-0 për Lushnjën. Pjesa e parë u mbyll me avantazhin e vendasve. E ndërkohë në pjesën e dytë, Lushnja kërkoi të dyfishonte rezultatin dhe në minutën e 55 Xhabrahimi u vu përballë portierit Dani, por nuk arriti të shënojë. Pas minutës së 66, Burreli mori kontrollin e lojës dhe arriti të barazojë. Ekipi mik vijoi të luante më mirë dhe në minutën e 81 Faruko shënoi golin e dytë për Burrelin, duke kaluar ekipin e tij në avantazh 2-1. Në minutën shtesë, Faruko realizoi dhe një gol spektakolar, duke vullosur fitoren me rezultatin përfundimtar 3-1 për Burrelin. Megjithatë, këto dy skuadra mund të përballen sërish në fazën e play-offit, nëse kjo renditje mbetet e pandryshuar deri në fund të kampionatit. Pas ndeshjes, dy trajnerët dhanë deklaratat e tyre për mediat. Pjesa e parë meritet Lushnjës, kompliment dhe kundërshtarit për 45 minuta e parë. Megjithatë, ajo që ndryshon pjesën e dytë ishte më shumë lëvizmëri, ishte më shumë, domethënë daljet nga krahët. Pjesa e dytë ishte jashtëzakonisht shumë e mirë, mbi gjitha u futëm me një marrë tjetër, sepse pjesa e parë sikur kishim marrë pak lehtë duke parë edhe tabelën e klasifikimit. Megjithatë, përgëzoj çunat, çelësi i suksesit, vazhdoi të them është harmonia. Jemi një grupi na ka çuar deri këtu ku jemi, kështu që vazhdojmë edhe ky ekip ka diçka që akoma nuk e di limitet e veta, sepse në fillim kampionatit ende nuk e dishim limitet, por kemi treguar që ditë pas dite po bëjmë mirë. Faruk është bazim personal, që ditën e parë që kam marrë Burrel, i kam thënë që ti do shënosh 15 gola, nuk ka besuar, por futbolli ka të bërë shumë dhëna psikologjike, është ideal jashtëzakonisht shumë i mirë, shumë profesionist, dëshiron futbollin, kështu që punojmë gjatë gjithë kohës, mbi gjitha ne shërbejmë si trampolin që këto futbollistë nga Burreli shkojnë në ekipe më të mira sepse do shkojnë në karrierën e tyre futbollistike. Kemi bërë ndeshje jo të mirë, jo në nivelin ton. Kemi guxuar pak, kemi luajtur pak. Nuk kemi qenë të rrezikshëm në daljen në krah, ashtu siç ne kishim përgatitur, kemi humbur shumë topa dhe në ndërtim, gjë që na bëri të friksoheshim dhe të humbim shumë nga loja jonë. I lam shumë terren kundërshtarit, por megjithatë pjesën e parë kemi mbyllur 1-0, pjesa e dytë pastaj ka qenë me episodet të cilët folën për ekipin Burrelit, erdhëm 3 herë, shmor 3 gola, por ajo që më intereson është ekipi i cili sot nuk dha ato që ne jemi mësuar të japim gjithmonë. Ne kemi ndeshje kontroll, sot nuk e patëm dhe kjo solli që ndeshjet shkonte në episode. Episodet pastaj në fund i buzëqeshën e ekipit Burrelit. Dhe kjo ishte ndeshje. Tani kokën poshtë vazhdojmë punojmë sepse kemi akoma ndeshje tjera përpara dhe ndeshjet e dielës me një rëndësi të madhe për ne.